Me 10 punonjës të portit detar të Vlorës vijojnë që të mbeten pa paga. Duhet të kishin përfituar edhe pagën e muajit janar, por megjithëse është mbyllur bilanci i vitit të kaluar, madje edhe ai vit, punonjësit e portit të Vlorës vijojnë që të jenë pa u paguar ende. Shkak është bërë një mos kompetencë e firmës e drejtuesit të portit, i cilit deri më tani sipas informacioneve i ka përfunduar edhe kontrata. Bëhet me dije se drejtuesi i portit të Vlorës e ka pasur kontratën deri në muajin nëntor, kohë kur punonjësit e portit detar kanë përfituar dhe pagën e fundit. Sipas burimeve nga porti detar i Vlorës për muajin dhjetor, punonjësit nuk janë paguar. Në datën 27 dhjetor duhej të hidhej dhe paga e fundit e vitit, por ndonse kanë kaluar rreth 18 ditë nga fati i fundit i pagesës, këta punonjës vijojnë të jenë pa paga. Porti detar i Vlorës është në varësinë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, ndërkohë dyshohet se problematikat e fundit në këtë ministri kanë sjellë dhe ngërçin në portin e Vlorës. Kështu, për të kaluar paga, drejtuesit të portit të Vlorës duhet i rinovohet kontrata, pasi aktualisht ai nuk ka kompetencën e firmës për të akorduar paga. Nuk ka ende asnjë informacion se si do të zgjidhet kjo situatë, nëse drejtuesit të portit detar do të i rinovohet kontrata apo do të emërohet një drejtues i ri, i cili do të ketë të gjitha kompetencat për drejtimin e institucionit. Ndërkohë janë 10 familje të punonjësve të portit detar të Vlorës, të cilat mbahen nga këto paga. Situata ka ndikuar kështu drejt për drejt në gjendjen ekonomike të familjeve të punonjësve të një prej institucioneve kryesor të qytetit.